Përshëndetje. Durrësi atë ditë gumëzhinte si kur më parë. Një ngjarje rrallë kishte bërë që e gjithë lagja të dilte në sheshin kryesor, me këngë, valle dhe duartrokitje. Baba e birë kishin vendosur të martoheshin në të njëjtën ditë, një rast i pazakontë që u kthye në festë të madhe popullore. Dy dasma, një atmosferë. Nga njëra anë qëndronte babai, burri i pjekur, i cili pas shumë vitesh vetmie, më në fund kishte gjetur një grua që i ngjalli zemrën. Nga ana tjetër, i biri i ri, plot energji e dashuri, po hynte në martesë me të dashurën e jetës së tij. Dy breza, dy histori, por një gëzim i përbashkët. Sheshi i lagjes u zbukurua me flamuj, dritat u varën nga balkonet, muzika e orkestrës tradicionale kumbonte deri në det. Fëmijët vraponin me lule në duar, gratë këndonin këngë dasmash, burrat qeshnin me gota raki në dorë. Të gjithë flisnin për këtë ditë që do të mbahej mend gjatë në Durrës, dita kur baba e birë u martuan krah për krah. Dhe aty nisi historia e tyre. Në Durrës, me zhurmës së detit dhe aromës së kripës që sillte era nga porti, një lajm i pazakontë kishte bërë xhiron e gjithë qytetit. Baba e birë do martoheshin në të njëjtën ditë. Dhe jo vetëm kaq, por do e festonin së bashku, në një dasmë që askush nuk do ta haronte. Në lagjen e tyre të vjetër, me rrugica të ngushta, shtëpi me obore dhe balkone të mbushura me lule, gjithçka ishte vënë në lëvizje. Gratë kishin dalë që herët me tepsi në duar, duke gatuar baklava e kadaif. Burrat rinin në cepa, duke ngritur dolli me gota raki e duke folur me humor për këtë rast të rrallë. Fëmijët vraponin në rrugë duke kënduar. Sot martohet babi me djalin, sot bëhet festa më e madhe. Babai, një burr rreth të 50-tave, me flok pak të thinjur dhe sy që ruanin ende dritën e rinisë, e kishte quajtur këtë ditë si një dhuratë të vonuar nga Zoti. Pas shumë vitesh që kishte jetuar i vetëm, ai më në fund kishte gjetur një grua që i ngrohu shpirtin. Ishte një grua e thjeshtë, e mirë, që i fali shpresën për një jetë të qetë në vitet që i mbeteshin. Nga ana tjetër, djali i tij, 28 vjeç, kishte gati 2 vite i dashuruar me një vajzë të lagjes tjetër. Një dashuri e pastër, e gjallë, me premtime dhe ëndra të shumta. Dhe kur vendosën të martoheshin, babai kishte hedhur idenë e çuditshme. Pse të mos e bëjmë dasmën në të njëjtën ditë, birë? Ta kemi kujtim gjithë jetën, që babë e birë kemi hyrë në martesë bashkë. Në fillim djali u habit, madje edhe qeshi, por pastaj e pranoi me zemër. Ishte diçka unike, diçka që nuk ndodhte shpesh. Dhe kështu nisi përgatitja e madhe. Lagja në fest. Në mëngjesin e asaj dite, gjithë lagja u zgjua me tinguj çiftelie dhe daulle. Në sheshin kryesor ishin varur flamuj të bardhë dhe të kuq, ndërsa në balkone valonin perde shumëngjyrëshe. Aroma e byrekut dhe ëmbëlsirave përzihej me tingujt e këngëve dasmore. 2 makina të zbukuruara me lule, njëra për babain dhe nusën e tij, tjetra për djalin dhe nusën e re, qëndronin para portës së madhe. Një turmë e madhe ishte mbledhur për t'i përcjell. Gratë e lagjes, me fustane shumëngjyrëshe, qeshnin e bënin shaka. Kush e di, mos ndonjë ditë edhe nipi e martohet bashkë me gjyshin. Të gjithë e shihnin këtë dasmë si diçka që do t'i hynte në histori. Nuk ishte thjesht një martesë e 2 fisht, por një festë e jetës, një dëshmi se dashuria nuk njeh moshë. Babai. Para se të nisej, babai u ul për një moment në verandën e shtëpisë. Ishte i veshur me një kostum gri elegant, kravatë të errët dhe një këmishë të bardhë. Syt i shkëlqenin, por zemra i rrihte fort. Në mendje i kaluan vitet e vështira, kur e kishte rritur djalin i vetëm, me sakrifica të panumërta. Kishte punuar ditë e natë në port, kishte mbajtur mbi shpinë barën e jetës, por gjithmonë kishte gjetur forcë të shpresa se djali i tij do bënte një jetë më të mirë. Tani, jo vetëm që djali po martohej, por edhe ai vetë kishte mundësinë të mos ndjehej më i vetëm. Ishte një ndjenjë që nuk përshkruhej dot me fjalë. Djali. Nga ana tjetër, djali, me një kostum të zi modern, duke i emocionuar. Shikimi i tij nuk ndahej nga nusja e tij e re, e cila rinte pranë, me një fustan të bardhë që vezullonte në rrezet e diellit. Zemra i rrihte me shpejtësi, jo vetëm nga dashuria, por edhe nga krenaria që atë ditë do ecte krah për krah me të atin, në një rrugë të re të jetës. Ai nuk mund të haronte momentin kur babai i kishte bërë propozimin e çuditshëm për dasmën e përbashkët. Në fillim kishte menduar se njerëzit do qeshnin, do bënin shaka, por më pas kuptoi se kjo do të ishte një nga ato histori që rrëfehen me dekada, që mbeten kujtim jo vetëm për familjen, por edhe për gjithë komunitetin. Nuse. 2 nuset, edhe pse në moshë të ndryshme, dukej sikur ishin bërë mike të vjetra. Nusja e babait, një grua e pjekur, e qeshur,
me syt plot ngrohtësi, i qëndronte pranë, duke mos fshehur emocionet. Nusja e djalit, e re, me fytyrën që rezatonte dritë e gëzim, nuk pushonte së qeshuri. Dy gra që po hynin në familje në të njëjtën ditë, dhe megjithatë nuk kishte as pak xhelozi apo rivalitet. Përkundrazi, dukej sikur ndanin të njëjtën fatlumsi. Sheshi në këmbë. Kur dy makinat nisën të ecin ngadalë drejt sheshit kryesor, turma shpërtheu në duartrokitje dhe brohoritje. Muzikantët fryn fort klarinetat, daullet kumbuan me ritme të forta, dhe valltarët nisën vallën e parë. Rof çifti i babait. Bërtiti dikush. Rof çifti i djalit. Ju përgjigj turma. Vallet u ndërthurën, burrat dhe gratë u futën në rreth. Fëmijët kërcenin në mes duke qeshur me gjithë shpirt. Ishte një atmosferë e rrallë, ku kufit mes një dasme dhe një feste popullore ishin zhdukur. Në mes të sheshit, dy çifte qëndruan krah për krah. Babai kapi dorën e djalit dhe tha me zë të fortë: "Ja, sot e dëshmon kjo lagje, se dashuria nuk ka moshë dhe se lumturia është e bukur kur ndahet bashkë." Turma shpërtheu në duartrokitje. Simboli i dy fisht. Të moshuarit e lagjes, ata që kishin parë shumë në jetë, rinin ulur në stola dhe ndiqnin gjithçka me sy të qetë. Për ta, kjo ditë kishte një simbolik të thellë. Ishte sikur koha të mos kishte kufi, sikur gjeneratat të kishin vendosur të bashkoheshin në një pikë të vetme. Një nga plakët tha me zë të lartë: "Ky është mësim për të gjithë ne. Dashuria nuk pyet as për moshë, as për rrethana. Pyet vetëm për zemrën." Një fillim i ri. Dita vazhdoi me këngë, valle dhe gëzim. Fytyrat e njerëzve shkëlqenin. Dasma e dy fisht u bë si një legjendë e gjallë që do të përcillej brez pas brezi. Për babain dhe djalin, kjo nuk ishte vetëm një dasmë, por një shenjë e fortë se jeta ofron gjithmonë mundësi për të nisur nga e para, pavarësisht moshës. Dhe në fund të mbrëmjes, kur dritat e qirinjve ndriçonin sheshin, kur muzika poftoi ngadalë, babë e bir, të ulur pranë njëri tjetrit, ngritën një dolli. Për dashurinë që na bëri të dy të rinj sot. Durrësi atë mbrëmje kishte marrë pamjen e një qyteti që festonte jo vetëm për dy familje, por për gjithë lagjen. Në sheshin kryesor, në dritën e llambave që përdridheshin mbi kokat e valltarëve, gëzimi kishte pushtuar çdo qoshe. Muzika kumbonte, këngëtarët nuk pushonin së kënduari, dhe njerëzit vazhdonin të hynin e të dilnin në rreth, duke kërcyer e duke qeshur me një hare që dukej sikur nuk do të shuhej kurrë. Por pas gjithë atij gëzimi, brenda zemrave të personazheve kishte edhe ndjenja më të thella, më të ndërlikuara, që nuk dukeshin menjëherë. Babai dhe kujtimet e së kaluarës. Në një moment, babai u tërhoq paksa nga turma. U ul në një stol ansor të sheshit dhe ndezi një cigare. Shikonte djalin e tij që vallëzonte me nusen e re, të dy të rinj, të bukur, plot jetë. Zemra i mbushej me krenari, por njëkohësisht edhe me mall për vitet e humbura. Kujtimet i vërshuan si dallë. I kujtohej koha kur kishte qenë po aq i ri sa i biri, kur kishte filluar jetën martësore me nënën e djalit. Ishin kohë të tjera, të vështira, me sakrifica, por edhe me ëndra të mëdha. Pastaj, gjithçka u thye kur gruaja e tij e ndjeri, u nda nga jeta e la atë vetëm me një djalë të vogël për të arritur. Ai e kishte bërë betimin para varrit të saj, se do të arriste djalin me dinjitet, se nuk do ta linte kurrë të ndjente mungesë. Dhe ja ku ishte sot, djali i rritur, i dashuruar, i lumtur. Një betim i mbajtur deri në fund. Të paktën, murmuriti ai me vete, nuk të zhgënjeva kurrë, e dashur. Në atë çast, nusja e tij e re ju afrua. Ajo i vuri dorën mbi shpatull dhe i tha me një zë të ngrohtë: "Ç'bën vetëm këtu? Mos je lodhur." Ai buzëqeshi dhe hodhi hirin e cigares. Jo, po kujtoja disa gjëra, disa kujtime që nuk harrohen lehtë." Ajo e kuptoi, nuk pyeti më tej, por vetëm ja shtrëngoi dorë. Ishte një gjest i thjesht, por për babain kishte peshën e një premtimi të ri, djali dhe emocionet e reja. Ndërkohë, djali ndjehej sikur po jetonte ditën më të bukur të jetës së tij. Nusja e tij dukej si një princesh. Fustani i bardhë valevitej në çdo hap, flokët i shkëlqenin në dritat e sheshit, dhe buzëqeshja e saj nuk u shua asnjë çast. Ai e kishte pritur gjatë këtë ditë, e kishte imagjinuar me qindra herë, por asnjëherë nuk kishte menduar se do të ishte kaq madhështore. Në një moment, ai e kapi dorën e saj dhe i tha me zë të ulët: "Shiko sa bukur është çdo gjë. Nuk e kisha menduar kurrë që dasma jon do të ishte kaq e madhe." Ajo qeshi dhe ja ktheu: "Dasma është e madhe, sepse dashuria është e madhe."
jo për shkak të dritave apo muzikës. Fjalët e saj i mbetën në mendje. Ai e kuptoi se e kishte zgjedhur njeriun e duhur, njeriun që e shihte jetën me sy të shpirtit, jo të dukjes. Lagja si një familje. Festimet vazhdonin pa u ndalur. Burrat kishin ngritur disa tavolina anësore, ku shtronin pjatat me mish të pjekur, me qofte e me pilaf. Gratë sillnin ëmbëlsira të përgatitura në shtëpi, dhe fëmijët vraponin rreth e qark, duke mbledhur bombona që hidheshin nga të sapomartuarit. Një plak i njohur i lagjes, që njihej si tregimtar i mirë, ngriti zërin mes turmës. O njerëz, kjo nuk është vetëm dasma e tyre. Është festa e gjithë lagjes son, sepse nuk ka më bukur se sa kur shohim që dashuria nuk shuhet, por rilind në çdo brez. Sot e pam me sytë tanë. Babai filloi një jetë të re, dhe djali gjithashtu. Ky është mësim për të gjithë ne. Turma brohoriti, dhe të gjithë u ngritën në këmbë për një dolli. Ishte një moment i rrallë uniteti, ku askush nuk ndjehej i jashtëm. Sekreti i vogël i babait. Megjithatë, mes gjithë asaj harreje, babai mbante brenda vetes një sekret të vogël. Ai nuk e kishte treguar ende se, në fillim, kishte nguruar shumë për këtë martesë. Kishte frikë se mos e gjykonin njerëzit, se mos thoshin që ishte vonë për të filluar një jetë të re. Kishte pasur net kur kishte fjetur pa gjumë, duke menduar apo bënte gjën e duhur. Por në fund e kishte fituar dashuria. Dhe sot, teksa shihte se si e gjithë lagja po festonte për të, kuptoi se nuk kishte gabuar. Ai ja tha këtë të vërtet të vogël, nuse së tij, gjatë një valleje të ngadaltë. E di, u friksova shumë para se të martohesha me ty. Mendoja se njerëzit do qeshnin me mua. Ajo e pa në sy dhe i buzëqeshi me butësi. Le të qeshin, nëse duan. Ne e dim çfarë ndjejmë. Jeta është shumë e shkurtër për t'u marrë me mendimet e të tjerëve. Fjalët e saj i dhan babait një qetësi të rrallë. Ai kuptoi se kishte bërë zgjedhjen e duhur, ashtu si edhe i biri. Vallja e dy fisht. Në kulmin e mbrëmjes, muzikantët nisën një valle të veçantë. Një këngë që thëriste nuset dhe dhëndurët të dilnin në mes të sheshit. Turma krijoi një rreth të madh, dhe të gjithë nisën të duartrokasin. Babai me nusen e tij dhe djali me nusen e tij u bashkuan në një valle të ngadaltë, të bukur. Ishte një moment magjik. Dy çifte të ndryshëm, dy histori paralele, por të lidhura ngushtë nga një fije e padukshme, dashuria dhe gjaku. Turma shpërtheu në brohoritje. Roft dashuria, roft familja. Lot gëzimi u pan në shumë sy. Ishte një pamje që do të mbetej në kujtesën e gjithë qytetit. Një natë për historinë. Mbrëmja vazhdoi deri vonë. Muzika u ndërthur me të qeshura, vallet nuk pushuan. Në çdo cep shihej fytyra të lumtura, sikur çdo njeri kishte marrë një copë nga ajo dashuri dhe e kishte bërë të vetën. Kur ora kaloi mesnatën, babai dhe djali ngritën së bashku një gotë vere dhe folën njëkohësisht për dashurinë dhe për jetën e re që na pret. Turma shpërtheu sërish në duartrokitje. Ishte e qartë se kjo ditë do të mbahej mend për dekada. Mbrëmja e madhe në sheshin e lagjes po i afrohej fundit, por festimet nuk kishin ndërmend të ndaleshin. Çdo orë që kalonte sillte emocione të reja. Për babain dhe djalin, kjo nuk ishte thjesht një ditë martese, ishte një kapitull i ri i jetës, ku duhej të përballeshin jo vetëm me gëzimin, por edhe me sytë e njerëzve, me fjalët e mira e ndonjëherë edhe me ato të hidhura. Fisi dhe të afërmit. Ndërsa vallja e fundit po shuhej, në shesh u dukën disa të afërm të largët. Ishin kushërinj të babait, njerëz me të cilët nuk kishte pasur shumë kontakte gjatë viteve të vështira. Disa prej tyre e përqafuan me sinqeritet, por kishte edhe nga ata që e shikonin me sy kritik. Njëri prej tyre, një burr rreth të 60-tave, ju afrua dhe i tha me zë të ulët, por mjaftueshëm që ta dëgjonin të tjerët. More vëlla, nuk të erdhi pak vonë kjo punë. Të martohesh tani, kur djali yt po hyn në jetë bashkëshortore. Babai buzëqeshi me qetësi. Asnjëherë nuk është vonë për të gjetur paqe në shpirt, kushëri, por fjala ishte hedhur. Disa nga të pranishmit nisën të pëshpërisnin. Ishte e natyrshme. Njerëzit gjithmonë gjen për çfarë të flasin, sidomos kur bëhet fjalë për gjëra të pazakonta. Nusja e babait u ndje paksa në siklet, por ai ja shtrëngoi dorën dhe i pëshpëriti. Mos e vërre. Festa është për ne, jo për ata që s'kan që bëjnë veç se të komentojnë. Dialog mes babait dhe djalit. Pas këtij momenti, babai e thiri djalin mënjan. U ulën në një cep të sheshit, me gotat e verës në dorë. Bir, dua të them diçka, nisi ai. Çfarë është, bab?
Sot nuk është vetëm festa jonë, është edhe një provë. Do ketë njerëz që do na përgëzojnë, por edhe nga ata që do na gjykojnë. Dua të dish diçka. Mos lejo kurrë që fjalët e njerëzve të prishin lumturinë. Djali e pa drejtë në sy dhe buzëqeshi. E di, bab, ti ma ke mësuar këtë gjatë gjithë jetës. Nëse do kisha dëgjuar gjithmonë çfarë thoshin të tjerët, nuk do isha këtu ku jam sot. Babai ndjeu një lehtësim. Ishte i bindur se djali i tij kishte marrë mësimin e duhur nga jeta. Një e papritur në dasmë. Teksa nata po avanconte, ndodhi diçka që askush nuk e kishte parashikuar. Në shesh u shfaq një grua e moshuar, me shami të zezë dhe sy të mbushur me lot. Të gjithë kthyen kokën. Ishte nëna e nusës së djalit, e cila deri atë ditë kishte qenë kundër martesës. Ajo nuk e kishte pranuar menjëherë lidhjen e vajzës me djalin, sepse kishte frikë se mos martesa e tyre bëhej në hije të dasmës së babait. Por ja ku ishte, e veshur thjesht, e dridhur nga emocionet. Vajza, nusja e re, vrapoi drejt saj dhe e përqafoi. Lotët e nënës u përzien me lotët e së bijës. Turma nisi të duar trokas, ndërsa dikush tha me zë të lartë: "Ja, kjo është lumturia e vërtetë. Të jemi bashkë, të falim dhe të duam." Babai dhe djali ju afruan. E moshuara i pa në sy dhe tha: "Kam gabuar që ngurova. Sot pash me sytë e mi se dashuria nuk duhet të ketë pengesa. Ju uroj nga zemra jetë të gjatë e të lumtur." Kjo skeni pushtoi të gjithë me emocion. Edhe ata që më parë kishin përshpëritur fjalë të hidhura, tani qëndronin në heshtje, të prekur nga sinqeriteti i saj. Një bisedë mes dy nuseve. Pak më vonë, dy nuset u ulën bashkë, larg turmës. Nusja e re e babait, me sytë e qetë, foli e para: "E di që shumë njerëz mund të mendojnë çfarë të duan për ne. Se jam martuar vonë, se nuk jam më e re, por unë ndjej që kjo familje do më pranoj ashtu siç jam." Nusja e djalit e kapi për dorë dhe i tha: "Mos kia asnjë dyshim. Për mua, je si një motër e madhe. Dhe e di, është bukur që hym të dyja në këtë familje në të njëjtën ditë. Kemi një fillim të përbashkët, dhe kjo na lidh për jetë." Lot të qeta u rodhën në sytë e tyre, por ishin lot gëzimi. Mbrëmja drejt fundit, kur ora shkoi 2 pas mesnate, muzikantët nisën të mbyllnin veglat. Njerëzit ngadalë filluan të shpërndaheshin, por askush nuk donte të largohej pa i përqafuar çiftet, pa dhënë një urim të fundit. Sheshi u boshatis ngadalë, por atmosfera e gëzimit mbeti si një shenjë e fortë në ajër. Babai dhe djali u kthyen në shtëpi së bashku, me nuset pranë. Rruga e lagjes ishte e qetë, dritat e shtëpive ende ndezur, sikur gjithë qyteti nuk donte ta mbyllte atë natë të paharrueshme. Në verandën e shtëpisë, para se të ndaheshin secili në dhomën e vet, babai i tha: "Sot, bir, nuk fituam vetëm gra që na duan. Fitimi ynë më i madh është se fituam një kujtim që do ta mbajmë gjallë deri në fund të jetës." Djali e përqafoi fort: "Do ta kujtojmë gjithmonë, bab. Kjo është dita jonë, një fillim i ri." Në heshtjen e natës, kur gjithçka më në fund u qetësua, në oborrin e shtëpisë mbetën vetëm 2 çifte të lumtur, të lidhur jo vetëm nga martesa, por edhe nga historia e tyre e përbashkët. Dhe aty filloi jeta e re, me sfida, me përgjegjësi, por mbi të gjitha me dashuri. Ditët pas dasmës nisën me një ritëm të ri për babain dhe djalin. Lagja e Durrësit ishte akoma e mbushur me kujtime nga festa madhështore, dhe të gjithë e përmendnin këtë ngjarje të pazakontë. Një baba dhe birë që martoheshin në të njëjtën ditë. Por tani, pas emocioneve të mëdha dhe gëzimit të përbashkët, filloi rutina e jetës së re, e cila kishte sfidat e veta. Bashkëjetesa e 2 familjeve. Babai dhe nusja e tij, bashkë me djalin dhe nusën e tij, u vendosën të jetojnë pranë njëri tjetrit për disa muaj, derisa të përfundonin rregullimet e shtëpive të tyre të reja. Ishte një eksperiencë e pazakontë. 2 çifte në të njëjtin obor, duke ndar hapësirën dhe duke mësuar të bashkëjetojnë. Në fillim, gjërat nuk ishin të lehta. Babai, i pjekur dhe i rregullt, nuk e kuptonte gjithmonë energjinë dhe nxitimin e djalit të ri. Djali, nga ana tjetër, ndonjëherë ndjente se babai ishte pak i tepërt me këshillat dhe rregullat e tij. Por nuset, me qetësinë dhe humorin e tyre, ishin ura që lidhen 2 brezat. Bir, mos e lër të ndihmoj gjithçka. Dia është mirë, por pak hapësirë duhet. Po bab, por ti gjithmonë ke mendimin më të mirë. Këto momente të vogla, të thjeshta, filluan të krijonin një marrëdhënie të fortë mes tyre, ku respekti dhe dashuria ishin udhërfyes. Një sfidë e parë. Një ditë, ndërsa të gjithë përgatisnin një vakt të përbashkët,
Ndodhi një incident që mund të kishte shkaktuar tension. Djali, duke ndihmuar në kuzhinë, rrëzoi një tavë me baklava që nusja e babait kishte përgatitur me kujdes. O Zot, tha nusja e babait duke u ngritur, baklava e gjithë jetës. Më fal, tha djali i turpëruar. Nuk e pash që tava ishte në cep. Babai shikoi situatën dhe qeshi. Nuk ka problem, bir. Ka më shumë baklava në këtë botë se sa probleme. Thjesht mësuam një gjë sot. Kujdes me tavën e nuses. Kjo situatë e vogël bëri që të gjithë të qeshin. Ishte një kujtim i hershëm i bashkëtesës, ku të gjitha vështirësitë mund të zgjidheshin me humor dhe mirëkuptim. Një darkë e veçantë. Një natë, babai vendosi të organizojë një darkë të vogël për të festuar fillimin e jetës së re. Ai ngriti një tryez të bukur në obor, me qirin që shkëlqenin dhe pjatat plot aromë. Djali dhe nusja e tij ndihmuan në dekorim, ndërsa nusja e babait përgatiti një sallatë speciale. Gjatë darkës, babai ngriti një dolli, për dashurinë që na solli këtu, për familjen që po ndërtojmë dhe për çdo moment që do vi pas kësaj nate. Djali i kapi syt dhe i tha: "Bab, nuk e di si të falenderoj për këtë. Nuk është thjesht një fest. Është një kujtesë se sa e fortë mund të jetë familja kur është e bashkuar." Atmosfera ishte ngrohtë, plot buzëqeshje dhe fjalë të ëmbla. Ishte një mbrëmje që të gjithë do ta mbajnë mend gjatë. Lidhjet mes gjeneratave. Gjatë javëve të para pas martesës, babai dhe djali filluan të ndajnë më shumë se sa këshilla dhe udhëzime. Ata filluan të kujdesen për njëri tjetrin në mënyra të vogla. Babai mësoi nga energjia e djalit dhe optimizmi i tij, ndërsa djali gjeti qetësinë dhe mençurinë e babait. Nuset ishin mbështetja më e madhe. Ato krijuan një ekuilibër, duke mësuar të respektojnë hapësirën e të tjerëve, duke ruajtur privatësinë, por gjithmonë duke ndihmuar në çdo situatë. Jam e bekuar që jemi të gjithë së bashku, tha nusja e djalit një mbrëmje, duke parë yjet mbi obor. Po unë po ashtu, ju përgjigj nusja e babait, dhe më duket sikur kjo është vetëm fillimi. Një moment reflektimi. Një mëngjes të qetë, babai u zgjua herët dhe shkoi të shikonte detin. Era e kripës dhe tingulli i valëve i dhanë një ndjenjë paqeje. Mendimet e tij shkuan te jeta që kishte jetuar, sfidat që kishte kaluar, dhe lumturia që kishte gjetur në këtë moshë të vonë. Çfarë mrekullie, murmuriti ai me vete. Jo vetëm për mua, por për të gjithë ne. Ai ndjeu se dita e martesës nuk ishte fundi, por një fillim. Një fillim që premtonte aventura, lumturi dhe momente të thjeshta që ndonjëherë janë më të vlefshme se çdo festë e madhe. Jeta e përbashkët e babait dhe djalit, së bashku me nuset e tyre, po merrte formë ditë pas dite. Obori i shtëpisë nuk ishte më thjesht një vend ku ndaheshin hapësira. Ishte një qendër e ngrohtësisë, e buzëqeshjeve dhe e kujtimeve të reja. Dy familjet kishin filluar të krijojnë tradita të përbashkëta, si mëngjeset me kafe në verandë, darkat e së dielës dhe bisedat e gjata nën hijen e portokallit në obor. Një provë e madhe. Një ditë, papritur, arriti një lajm që mund të ndryshonte balancën e qetësisë. Lagja kishte organizuar një garë sportive për çiftet e martuara të qytetit, dhe babai me djalin ishin të ftuar të merrnin pjesë. E vështirë nuk ishte gara, por fakti se të dy çifte do të konkuronin bashkë, duke ndjekur sfida që kërkonin koordinim dhe bashkëpunim. Djali shikoi babain dhe qeshi. Bab, mendon se mund ta fitojmë këtë garë? Bir, nuk ka rëndësi vetëm fitoria, ju përgjigj babai. Rëndësi ka se e bëjmë bashkë dhe argëtohemi. Në ditën e garës, të gjithë lagja ishte mbledhur për të mbështetur çiftet. Babai dhe nusja e tij, djali dhe nusja e tij, dolën në pistë me një energji të papërmbajtshme. Vallëzuan në çdo sfidë, ndihmuan njëri tjetrin dhe qeshën me çdo gabim të vogël. Në fund, nuk fituan vendin e parë, por buzëqeshjet dhe përvoja e përbashkët ishin më të vlefshme se çdo medalje. Momente komike. Bashkëjetesa solli edhe situata komike që e bën jetën e tyre të gëzuar. Një mëngjes, babai vendosi të gatuaj vaktin e mëngjesit dhe përfundoi duke ndezur pak më shumë zjarri në sobë. Djali dhe nusja e djalit e gjetën, duke qeshur ndërsa shtëpia u mbush me tym. Bab, po na djeg kuzhinën. Thiri djali. Qet, bir, vetëm disa minuta më shumë dhe gjithçka do të jetë e shijshme. U përgjigj babai me humor. Edhe pse kishte situata të vogla të tilla, ato nuk i shqetësonin. Përkundrazi, i bënin më të fortë si familje, duke krijuar kujtime që do t'i shoqëronin gjithë jetën. Lidhje të fuqishme. Me kalimin e kohës, dy çifte mësuan të bashkëjetojnë në harmoni. Babai mësoi të relaksohet dhe të shijojë energjinë e djalit, ndërsa djali gjeti qetësinë dhe mençurinë e babait.
Nuset ishin mbështetje pa kushtëzuar, duke ndihmuar në çdo situatë, qoftë për gjëra të vogla apo vendime të mëdha familjare. Një pasdite, të gjithë u ulën në verandë dhe pan diellin duke perënduar mbi det. Nusja e babait shikoi djalin dhe nusja e tij dhe tha: "Shiko sa bukur është kur jeta bashkon njerëzit në mënyrë kaq të veçantë. Nuk është thjesht martesa, është një mësim për të gjithë ne." Babai e përqafoi djalin dhe tha: "Kjo është e vërteta. Familja nuk matet me moshë, por me dashuri, respekt dhe kujdes. Sot e kemi dëshmuar këtë me çdo veprim, me çdo buzëqeshje." Një fund i bukur. Me kalimin e muajve, lagja nuk e haronte atë ngjarje të rrallë. Baba dhe birë ishin bërë simboli i dashurisë dhe bashkëtesës ndërgjeneracionale. Çdo vit, ata festonin ditëlindjet e martesës së tyre së bashku, duke rikrijuar atmosferën e madhe të asaj dite, që i kishte bashkuar të gjithë. Në fund, ajo që mbeti më e rëndësishme nuk ishte festa apo madhësia e saj, por lidhja e fortë që u krijua mes dy çifteve, mes dy breza dhe mes komunitetit që i mbështeti. Dashuria, respekti dhe mirëkuptimi kishin fituar mbi çdo pengesë. Dhe kështu, historia e babait dhe djalit që u martuan në të njëjtën ditë përfundoi me një mësim të përjetshëm. Lumturia nuk ka moshë, bashkëtesa kërkon durim, dhe familja është ajo që e bën jetën të vlefshme dhe të paharrueshme.